Ky është një vit kyç për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është një moment vendimtar për procesin dhe për përparimin e Shqipërisë në rrugën e negociatave. Dhe këtë javë, pikërisht për këtë arsye, është prezantuar dhe paketa e re me një duzinë nismash ligjore që shkojnë në drejtim të forcimit të shtetit të drejtës, rritjes transparencës dhe parafrimit të teshëm të legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian, dhe këto janë nisma që përfshin fusha thelbësore si lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e drejtave të njerëzit, forcimi i institucioneve, dhe nuk janë thjesht detyrime në letër, që natyrisht janë edhe detyrime në kartën e ligjit që burojnë nga negociatat, por janë me një investim i mëtejshëm në besimin e qytetarëve dhe në funksionimin e shtetit ligjor. Ky është një vit kur Shqipëria duhet me patjetër të provojë se është e gatshme jo vetëm t'i kalojë reformat, por dhe t'i jetësoj ato, duke pasur parasysh që të gjithë çdo ditë në çdo hap se ky moment nuk mund të humbet.